Star Sport në emisionin e radhës ka ardhur me të ftuar dhe tema të larmishme, por edhe lidhje telefonike. Kuptimin e infrastrukturor, që jemi në nuk ka ndryshim, sepse njëjta situata është. Shoqëria aksionere SHA, që varet nga bashkia, por ka ndryshuar, trajneri është ndryshuar, ka një votim më tjetër lojtarët, ekipi ka një ndryshim, shifet, një prezencë, një frymë e re, shifet diçka. Për me thënë një diçka të kundërt me atë fjalën si thashë Nadit, do ta quaja na jena persona jashtë modet. Në kohën e sotit na jena jashtë modet, sepse moda është, domethënë si me turnu tjertë edhe me duru xhoxha. Por gjithsesi ajo domethënë prezantim si bëhen për mua është historia e mbyllur, sepse normal kam punu me një ekip shumë korrekt, por gjithmonë në gjitha aspektet si trajner na kena investuar për këtë ditë dhe normalisht si jam shumë krenar për çdo klub ku kam punu, sepse çdo sfidë si kam vu vetit e kam fitu. I ftuar në studio ishte edhe një pjesëtar i tifo grupit, Vllaznit Ultras. Ma shumë do thosha vetëm një, që janë Vllaznit, u sa të thjesht janë dashamirë sportit. Nuk mund të quhen grup rival, ose nuk ja vlen që të përmenden. Ato janë të mirëpritur në grupin tonë, dyert i kanë të hapuna. Si ato dhe çdo kush tjetër. Pra të vinë të bëjnë tifo për Vllaznin, për Shkodrën, për ngjyrat kuqe-blu. Pjesë e diskutimeve u bën futbolli dhe basketbolli i femrave. Po flas për ndeshjen që bëmë ne me ekipin Rekords, mendume dhe pat me një mendim pozitiv që ne kena me bë më të mirën tonë dhe ndoshta me fituat ndeshje, se Korçë nuk është në ekip kush e di se ça, mund të them. Edhe po loja shkoj ashtu siç e mendume, pavarësisht se pjesa parë u mbyll 0-0, u barazuan në pjesën e dytë, po në minutat fundit hamë 3 gola. Stërvitja normalisht vazhdon në mënyrë intensive. Jena të përgatit për ndeshjet e fazës dytë. Shpresojmë që të vazhdojmë atë ecuri që ishim dhe fazën e parë. Star Sport vijon që të jetë një emision gjithëpërfshirës që jep mundësinë të gjithëve të flasin për zhvillimet sportive.